Fenomeni Shkodran Luiz Eli sot duket se I ka sjell dritë një zonje e cila fatkeqësisht ka humbur shikimin vite më parë. Një vajzë e cila e ka takuar ditën e sotme rastësisht në lagje ka zbuluar se çfarë veprimi ka bërë ai kundrejt nënës së saj që gjithashtu ka dashur ta falenderojë. Vajza ka emocionuar pafund me fjalët e saj në këtë mesazh dhe me siguri të gjithë do e ndjejnë dashurinë dhe admirimin që ajo bashkë me mamin e saj kanë për Shkodranin që ua ka marrë zemrën. Ja se çfarë fjalësh I ka dedikuar vajza Luizit. I dashur Luiz, sot është një nga ato ditë që do ta mbaj mend për gjithë jetën. E ndjej që zemra më re ndryshe, siç nuk më ka rrahur asnjëherë më parë dhe nuk është vetëm nga emocionet që më kapluan kur të pasha aty, në lagjen tonë, por nga gjithë ajo ndjesi e ngrohtë që more me vete, ti dhe bebushja jote e mrekullueshme. Luna Mari. Ndoshta për ty ishte një ditë e zakonshme, një ndalesë e shkurtër, një buzëqeshje miqësore, por për mua, për ne, ishte diçka shumë më shumë. Nuk e dija si ta filloja këtë letër. As nuk e mendoja ndonjëherë se do të shkruaja diçka të tillë, por mendoj se kur zemra është plot mirënjohje, fjalët vijnë vetë. Sot, kur më ndihmove të kaloj rrugën bashkë me mamin tim, e cila prej disa vitesh ka humbur shikimin, ndodhi diçka që nuk mund ta përshkruaj plotësisht me fjalë. Ishte një moment I thjesht në dukje, por me peshë të madhe për ne. Kur e pe që nuk po mundesha dot ta mbaja e vetme, kur vrapove pa hezitim për të na ndihmuar, kur e more mamin tim për dorë si të ishte e jotja dhe I vendose lunën në krah, u duk sikur bota ndaloi për pak sekonda. E pash fytyrën e mamit tim, fytyrën e saj të lodhur nga jeta, nga errësira e përditshme që ajo përjeton në heshtje, të ndriçohej me një buzëqeshje që nuk ja kisha parë prej kohësh. Luna, ajo vajzë e vogël që ndriçon si një yll I vogël, si një dhuratë prej qiellit, ajo u bë për pak minuta rrezja e diellit në duart e një nëne që nuk sheh, por ndjen. Mami më tha më vonë, me zërin që I dridhej nga emocioni, e ndjeva sikur e preka dritën sot. Luiz, ti nuk e kupton ndoshta se sa shumë ndikove te ne sot. Nuk ishte thjesht një ndihmë për të kaluar rrugën. Ishte një shtrëngim dore që na tregoi se ende ekziston mirësi, që njerëzit e ndjeshëm, të thjeshtë dhe të bukur nga shpirti, si ti, janë ende ndër ne. Ishte një gjest që zgjati pak minuta, por la një kujtim që do të jetoj me ne gjithë jetën. Mami nuk ndalet se përmenduri djalin që I dha vajzën e tij në krah, sikur t'i thoshte, ja, mbaje dritën për pak. Edhe unë nuk po I ndal dot lotët që më mbushin syt teksa po shkruaj. Kam ndjerë shpesh emocione të forta kur të kam parë në ekran, kur kam ndjekur historinë tënde, kur kam parë mënyrën se si flet, se si këndon, se si jep forcë njerëzve pa e ditur, por ta përjetosh këtë në jetën e përditshme është diçka që të lë pa frymë. Faleminderit që sot na kujtove çfarë do të thotë të jesh njeri. Faleminderit që nuk kalove thjesht përballë nesh, por që ndalove që dhe preke një jetë me praninë tënde. Faleminderit që fole me mamin tim si të ishte një mikesh e vjetër, që nuk pate as më të voglin paragjykim, që e bëre të ndjej e rëndësishme, e vlerësuar, e bukur sepse ajo është, por shpesh nuk e ndjen më. Sot, përmes teje dhe lunës, ajo e ndjeu sërish. Në emrin tim dhe të nënës sime, nga thellësia e zemrës son, të falenderojmë për çdo gjë që je dhe që bëre sot për ne. Lutemi që gjithmonë të jesh I mbushur me dritë, me dashuri, me bekime për ty, për lunën dhe për çdo njeri që ke pranë. Sepse njerëzit si ti nuk janë të zakonshëm, janë dhuratë. Me gjithë dashurinë dhe mirënjohjen tonë të pafund, vajza që e ndihmove të kaloj rrugën sot, bashkë me nënën e saj që nuk sheh, por ndjen më shumë se shumë kusht tjetër. Të falenderoj pafund dhe të uroj suksese sa më shumë në vazhdim. Ky ishte dhe mesazhi emocionues që vajza I ka shkruar fenomenit Shkodran, I cili me siguri do të përlotet njësoj sikurse ka ndodhur edhe me gazetarët këtu tek ne. Luizi vazhdon të jap shumë dashuri dhe të tregoj se çfarë artisti I jashtëzakonshëm që është. Të gjithë e admirojnë dhe I duan të gjitha veprimet që ai bën.